Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'du. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje, udhëzime kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjen e tij të pastër dhe të ndershme, dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e muajit të Ramazanit, ku thamë se do flasim për moralin, sjelljet, karakteret e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Ende jemi brenda familjes së tij alayhi salatu wassalam, ku përmendëm si sillej me gratë e veta, me bijat e veta, me nipat e vet, e kur del njeriu pak më larg, takohet me ajo që ka quhet fisi i njeriu, akrabolloku, axhallarët, kushërit e kështu me radhë. Andaj sot do flasim me lein Allahu te bareke ve teala si sillej alayhi salatu wassalam dhe si ndërton të raport me botën e cila është bota e vëllezërve të babës, e vëllezërve të babgjyshit, pra ajo e cila quhet fisi i tina. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka mrije babën e vet, as baba vet nuk e ka mrije pejgamberin alayhi salatu wassalam, mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam axhallarët e vet, e sidomos ato që e kanë pranuar islamin prej tyre, si Abasi dhe Hamza, i ka trajtuar si mi pas baballar, Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e tregoi një model dhe rnek të shkëlqyer në trajtimin e tij me axhallarët e vet, Andaj kanë ardhur shumë prej trajtimeve dhe skenave dhe ngjarjeve nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e çmonte shumë fisin, e çmonte shumë familjen e vet. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë për ta ngrit moralin e familjes së vet, krenoj me atë se unë jam i fisit tuaj, unë jam nipi juaj, unë juve ju kam axhallar, kushëri e kështu me radhë. Andaj sot me lein Allahu te bareke ve teala do ta shohim si sillej ai me axhallarët e vet. Përfshi këtu edhe hallat, edhe tezët, edhe djemt e axhës, djemt e hallët, djemt e tezëve, krejt këtu e kemi për qëllim me kushëri edhe me akrabollok, të cilën ne e njohim në gjuhën tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas dikon mbi 8 axhallar, mirë po vetëm 4 prej tyre e kanë mrije në pejgamberi. 2 prej tyre e kanë pranuar islamin, e 2 prej tyre e kanë refuzuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, domon ne na interesojnë këto 2 të sot e kanë pranuar islamin, se me to ka pas trajtim, mirë po sa për të njohur kush kanë qenë axhallarët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Axhallarët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë ajtësën e ka qujtë pejgamberi alayhi salatu wasalam luan i Allahut, esadullah, luan i Zotit te bareke ve teala, edhe ka quajtur zotnia i shahidave Hamza i biri i Abdul Muttalibit radiallahu anhu wa arda. Gjithashtu axha i pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Abasi, i cili njihet për shumë djem edhe shumë nipa, edhe fisi i këtina, djem të këtina e kanë udhëhequr shtetin e muslimanëve për një kohë të gjatë, dikon 500 vite. 500 vite. Axha tjetër i pejgamberit alayhi salatu wasalam është Abdul Uzza, Ebu Lehebi, i cili ka refuzuar Muhamedit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu axh tjetër i pejgamberit alayhi salatu wasalam është Ebu Talibi ibn Abdul Muttalib. Domethënë axha i cili ka ndihmuar shumë, por se ka pranuar fen Allahu xhelle xhelal. Gjithashtu prej axhallarët pejgamberit alayhi salatu wasalam, se nuk e kanë mri pejgamberin alayhi salatu wasalam për pejgamber, është Zubairi i biri Abdul Muttalibit. Gjithashtu Abdul Ka'ba. Gjithashtu prej axhallarëve ka qenë njëri i cili ka pasur emrin El Muqawwam, edhe Dirari, edhe Quthami, edhe Mughira, edhe gjithashtu prej axhallarëve ka pasur emrin njëri prej tyre El Ghaidaq, apo i njohur me emrin Mus'ab. Gjithashtu prej axhallarëve të tij ka qenë të axhallarët pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë Naufeli, edhe ka qenë prej axhallarëve të tij El Harith,
për të cilit vinë shumë djemtagjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më i madhi prej axhallarëve ka qenë Harithi, ndërsa më i vogli axh u kanë Abasi. Abasi, djali migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica këtyre emrave që ka u përmendën nuk i ka mri pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe nuk e kanë mri si pejgamber. Nuk e kanë mri si pejgamber pos 4 prej tyre. Abu Talibi, Ebu Lehebi, 2 të sa të kanë refuzu, edhe 2 që e kanë pranue, ka qenë Hamza edhe Abasi radiallahu an. Pra këto janë vëllezërit e Abdullahut, babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket hallave të pejgamberit alaihi salatu wassalam, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka pas disa prej hallave, pra motrave të babës së tina. Prej tyre ka qenë Safia, nana e Zubair ibn al-Awwamit, e cila ka qenë muslimane dhe sahabeshe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halla tjetër Atike ka qenë prej hallave të tij. Gjithashtu e ka pas njëra prej tyre emrin Barra, Arwa, Umejme edhe Ummu Hakim el-Bayda. Këto kanë qenë prej hallave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Islamin prej tyre e ka pranuar vetëm Safia, edhe kjo e cila e ka pas emrin Atike. 2 hallat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djemt migjës ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam 25 djemt migjës. 25 djemt migjës, vetëm 2 janë bë kafira, krejt tjerë janë bë musliman. Krejt e kanë pranuar islamin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. 2 prej tyre që e kanë refuzuar, njëri prej tyre djali i Ebu Talibi, apo Talib ibn Abi Talib, vllau i Aliut, apo dhe njëri djal i Ebu Lehebi, Utejbe ibn Abi Leheb, djali i Ebu Lehebit. Këto 2 kanë refuzuar, se kanë pranuar për pejgamber Muhamedit alayhi salatu wasalam. Krejt tjerë e kanë pranuar për pejgamber. Dikush më herët, dikush më vonë. I pari djali Axhës që e ka pranuar 8 vjeçar është Aliu radhiyallahu an. Edhe për tyre të tjerë, djemt e Ebu Talibit si Aqili, si Abdullah ibn Abbasi, Fadl ibn Abbasi, Ubaydullah ibn Abbasi, Quthayb ibn Abbasi, Abu Sufyan ibn al-Harith, Rabia ibn al-Harith. Krejt djemt e Axhës pejgamberit alayhi salatu wasalam janë bë musliman te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej çikave të Axhës pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas disa prej tyre. E njëra Ummu Hani, e bija e Ebu Talibi, gjithashtu Dubaa, e bija e Zubairit, vajzë Axhës, gjithashtu Durra, e bija e Ebu Lehebit, ka qenë muslimane, e ka pranuar islamin, vajzë Axhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe e bija e Hamzës Umame, e ka pranuar islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas edhe djemhalle të se ka pranuar islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani nuk do të recitojmë shumë emrat që mos të fokusohemi prej temës, nga se neve na intereson trajtimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi të regjistruar emra, por sa për ditë kush janë këta njerëz që i ka pas familjar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas djemhalle, për tyre Amiri, ka qenë djali hallës pejgamberit alayhi salatu wasalam, i biri i Baydas, Abdullah ibn Zuhairi, i biri i Atikës, Abdullah ibn Jahshi, Ubaydullah ibn Jahsh, Zubair ibn al-Awwam, Zainebi e bija e Jahshit, Himna e bija e Jahshit. Të gjitha kanë pranuar islamin te pejgamberi alayhi salatu wasalam, pos këtina i cili ka qenë Ubaydullah ibn Jahsh, njëri prej djemve të hallës, nuk e ka pranuar islamin te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu prej farefisit llogaritët edhe ai që ka qenë alayhi salatu wasalam vëlla prej qumshtit. Nëse dini unë islam ekziston diçka, nëse fëmiu pi qumsht, pi një nane, pi një gruje, atëherë bëhet haram sikur që bëhet haram pi gjakit. Bëhet haram nga se ka marr prej gjakut asaj. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas disa vëllezër prej qumshtit, prej gjinit. Prej tyre ka pas Hamzën, migjën e vet. Apo, pra kam pi qumshte te një nan. Gjithashtu Ebu Seleme ibn Abdul Asad e ka pas vëlla prej gjinit. Gjithashtu Ebu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, njëri prej djemve të Axhës, e ka pas edhe vëlla prej gjinit. Gjithashtu edhe Abdullah ibn al-Harith edhe e ka pas motër prej gjinit, Shejma bien el-Harithit, vajzën e Axhës. Gjithashtu edhe një vajzë tjetër të Axhës, Enisa,
apo Unesa, vazhdi si e kanë emërtuar, këto i ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam të familjes të qumshtit. Ka pas lidhje me to në qumsh. Këto kanë qenë familja shkurtimisht e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si sillej me këta njerëz? Pra ne kemi hakën ndaj xhallarëve. Kemi hakën ndaj djemve të hallës, ndaj djemve të migjës, ndaj djemve të tezës. Këto janë hakët e cilat i ka qartësuar Allahu te bareke ve teala e i ka zbatuar përpikshmërisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E para prej sjelljeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ndaj xhallarëve, cila ka qenë porosia e tij ndaj umetit që t'ja respektojnë familjen. Porosia e tij ndaj umetit që t'ja respektojnë familjen. Adhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që ka transmetuar Zaid ibn Arqam, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve ka marrë khutbë. Ka marrë khutbë dhe ka falendëruar Allahun xhelalu ala, ka marrë vajzë, ka ligjëruar, i ka përkujtuar Allahun te bareke ve teala, pastaj ju ka thonë kështu: o ju njerëz, unë jam njeri, inma ana bashar. Unë jam pejgamber, po unë jam njeri. Andaj shpejt pritet me ndrujet. Shpejt pritet me më ardh një melek edhe me më marr shpirtin. Pra më vjen Resuli pe Allah, e ka qyt melekun i dërguari i Allahut. Andaj ka thënë: unë po ja u la juve dy amanete. Unë po ja u la juve dy amanete. Amaneti i parë është libri i Allahut, Kur'ani. Me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me dash Kur'anin, mu udhëzu prej Kur'anit. Allahu na mundsov që ta çojmë vend këtë amanet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë në këtë libër, në këtë amanet që po ja u la, në këtë libër e keni udhëzimin e Zotit, e keni dritën e Zotit. Kush kapet për Kur'an, u ka kapur për udhëzim. Kush kapet për Kur'an e ka gjetë rrugën e drejtë. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam: e kush ja huq Kur'anit, ai devion. Kush mangët pi Kur'anit, ai s'është rrugë drejt. Edhe nëse është pasanik, edhe nëse është autoritet, edhe nëse është kryetar, edhe nëse është perandor, ai s'ka mundësi më kon askush te Allahu te bareke ve teala. Andaj shikoni, Ebu Lehebi është axha i Muhamedit alayhi salatu wasallam, prej të parëve të arabëve. I ka qenë prej të parëve të arabëve. Apo Abdul Muttalibi ka qenë nga autoritetet më të larta të arabëve, presidenca e arabëve. Megjithatë Allahu i ka mallkuar në Kur'an. Ti e lexon në Kur'an një sure e ja mëson e vladëve tu, e në atë sure çka thuhet? Tabbat yada abi lahab wa tab. Mallkuar qof dora e Ebu Lehebit. Ajo mallku ket. Pra ti e mallkon axhën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe fiton shpërblim te Zoti. Ti lexon në Kur'an, falësh, te ja mallku axhën. Andaj nëse axha i ti është mallkuar, se ka ndjek Kur'anin dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka do për të tjerët? Apo andaj tha kush ja huq Kur'anit, ai devion. Kjo është amaneti i parë. Pastaj tha alayhi salatu wasalam, dhe amaneti i dytë që po ala juve umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ehlu beiti, udhakkirukumullah fi ehli beiti. Ka thënë familja ime, po ju përkujtojnë me Allahun që të keni kujdes familjen time. Pastaj ka thënë ua kujtoj Allahun që të ma respektoni familjen time. Pastaj prap për 3 herë ka thënë po ua përkujtoj Allah, pra po ju lutna në Allah, po ju lusë në emën Zotit të ma respektoni familjen. Shiko sa e ka dash Muhamedi alayhi salatu wasallam familjen e vet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë ndër njerëzit më shumë që ka respektuar familjen. Që do ta shohim. Pejgamberi alayhi salatu wasallam me i pasbau mbën familje, megjithëse në fetarisht me ba be diçka jashtë Zotit o haram, o shirk. Për shumë që do njerëz pasha bukën, pasha fëmijën, apo madje disa njerëz e kanë me ba be fëmijën më shumë se Allah. Por shumë ai thot vallah billah, mrena muhabetit dhe pastaj thot mos më shtin me ba be fëmijën, se fëmia më i madh i doget se Allahu xhelalu ala në betim. Çka tha alayhi salatu wassalam kur erdhi njeri i cili e kishte merituar vdekjen, ekzekutimin. Edhe i tha: o Muhammed, po të baj ben familje, liron. Pash familjen, tha. Tha ti e respekton familjen, po të lutna në familje, lëqom. Qka tha alayhi salatu wassalam? Tha e vërtetë, unë e du shumë familjen, lir ec. Ka meritu ekzekutimin,
kur ja ka përmend familjen, e ka lëshuar. Ku është ky morali Muhamedit alayhi salatu wassalam? Ta ku të bajmë bejnë familje, megjithëse ajo e ndaluar. Mirë, po ka dash me ka dhu se po unë jam familjar. Apo edhe kur mban bejnë familje, të liroj. Andaj kur kanë shkuar njerëzit kur e ka qirupe mësa Mekën, apo edhe ato kanë pas gjakët e aj, e kanë vra shok, ja kanë vra axhallart, plot, apo kur kanë ardhur ata njerëzit e kanë pritë që tash çka ka mendot me neve, a na ekzekuton, a na e val gjakin, a çka ban me neve, çka i than, kur i tha alayhi salatu wassalam, çka mendoni se ka me bë me juve? A mund të para minuti kur takohesh me dikani i cili ta ka vra këtë familjen, edhe thot ti i thu çka ta mërmenja tash unë baj me ty. Por ata e kanë njohur Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe ata i kanë thënë, çka mundet me bë? Bujari, djali bujarit, babgjishin keni kanë njerëz të mirë. Ata tha, shkoni se jeni të lirë këtë. Dhe këti ka liru sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjëja e parë që mësam e ka treguar në fisin e tij dhe familjen e tij është rritja e namit familjes. Andaj 3 herë tha. Dhe shikoj thon dietarët, e ka lidh me Kur'anin familjen. Ka thënë alayhi salatu wassalam, është frikë me dekune, se unë jam njeri. 2 amanete për ja ula. Apo, a ki pa njeri kur ndron jetë, njerëzit e pritin, që po thot? Mu kanë njeri thjesht, që po thot? Para me do Muhammed alayhi salatu wassalam, ka i khutbe ka thënë, ojo njerëz 2 amanete. Kur'anin dhe familjen time, mos e ofendoni familjen time. Ruën nderin e familjes time. Andaj thot Ibn Hajar al-Asqalani, këtu ka argument se në Kur'an ka pesht madhe familja. Mu për këtë arsye, mas shirkut në Allahun, gjunaj ma i madh është ma 2 kanal. Zinaja dhe mos respektimi babës dhe nanës. Nëse e mirni dhe e analizoni zinajen, pse e ka ba Allahu haram zinajen? Zinaja të ndëruar lezër është me flet me një gruje të huj. E mirë, martesa qka? Me flet me një gruje. Pak para një qaj të kon gruje huj. Pse që kjo halal, që kjo tjetër sa halal? Sepse e prish familjen, kaq. Qfar ka tjetër? Apo, në operacion edhe në akt është kete njëta. A mund të paramenoni qka e dalon zinajen dhe martesën? Qekat, shikoni. Veç vendandri edhe baba i qikës. Edhe i thot, apo ma jep qikën, a i thot po. Dëshmitari thot, e pranova. Dëshmijën se jadhave. Piqet i momentit e ka halal. Si ka mund si mu po halal? Pak para qësaj me pas flet, ish kanë haram. Se tani më u bo familje. Këtë bo është familje, ta shka problem. Ta shmere. Apo, andaj shika Allahu që e boni të madhe familjen. Andaj të regoj moral të lartë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo është e para. E dyta, pejgamberi aleyhi sallatu wassalam ka pas respekt të madh edhe ka pas emocion të madh për të ndjerët prej familjes vetë. Sigur që është nana e vetë. Ai nuk e ka mri nanën e vetë. Dhe s'ka qenë muslimane. Eminja, nana e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Tregon Ebu Huraira se një ditë prej ditëve pejgamberi aleyhi sallatu wassalam u nal në vorrin e nanës vetë. Edhe filloi me çajt derisa i bani ketë me çajt. Ketë të tjerët i bani me çajt. Edhe dikush e pyeti, pse po çan ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, i kam lip izën Allahut, Zotit tem, që të më mundsoje me bëj istighfar për nanën time, ama i tha jo. E unë i thash, a ka mundësi bërëm t'ja vizitoj vorrin? Tha shko. Tha përsta jam të kaj. Mla me ardhë këtu, ama së mla me bëj istighfar. Dhe ka ardhë transmetim tjetër, se një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam shkon rrugës, u kanal nudhe. Edhe ka pa një vorr. Edhe u nal, edhe ka nis sikur me fol me një njeri. Por ja ka nis me kujtu kujtime diçka pi nanës vet, se ka mrinë nanën e vet, shumë pak, deri në 6 vite. Edhe e shef Omar Khattabi se është tukajt alayhi salatu wasalam, edhe i ka thënë, ja Rasulullah, pse po kanë? I ka thënë, a dini vorri kujta ç'ky? Ka thënë, vorri kujna? Ka thënë, kjo është vorri i Eminës, bijes së Wahbit, nanës time. Pastaj ka thënë, i kërkova Zotit leje me ardh këtu me vizitu, tha shko. Pastaj i thash, a të bëj istighfar? Tha jo, s'ja falja asaj kur. Edhe filloi me çaj. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe unë jam njeri, më kapi mërzia për nanën time. Më kapi mërzia për nanën time. Andaj thot ka çajt aj dhe kena kajt na me ta me Muhamedit sallallahu
alaihi wasallam. Kjo ka qenë për respektit lartë. Dhe keni parasysh nanën të nderuar vëllezër. Tu s'ka, nuk ka feja jeme kjo as e juve. Kjo feja e Zotit. Nanën ka pas shkin alaihi salatu wassalam. Shkin qafir. Andaj ka thënë Allahu xhela, s'ka me boj istighfar për ta. Andaj ka ardhur një ditë një njeri te pejgamberi alayhi salatu sallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, baba em ka dek para se me ardhi. Ku e ka i vendin ahiret? Hadith sa i Muslim. I ka thënë xhenem. Edhe ka nis, mu mërzit shumë edhe ka shku. Pejgamberi ka thënë, kthe ma çat njeri edhe një herë. Kur u kthi, ka thënë baba jam me babën tan janë nxarr bashk. Baba jam me babën tan janë nxarr bashk. Kjo fe e Zotit. Andaj ti që ke deklaru la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ruje fort, që kjo e madhe. Nanën e ka pas shkim. A mush me vërru nanën e pas ti shkim. Sa kështë e pas qef me bo, te i këti elhamdulillah të ka ba Allah nanën muslimane. Ban istikfar për ta Allah falin në teme. Kjo begati e madhe, që na shpeshar nuk ja dina kimetin. Andaj tha alayhi salatu wassalam, edhe unë jam njeri dhe i futi me qajt krejt sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej mëshirës dhe trajtimit të fisit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prej trajtimit të mirë, të moralshëm pejgamberit alayhi salatu wassalam, është se pejgamberi alayhi salatu wassalam fenë e vet, Islamin, sefti e ka paraqit familjarët vet. Apo andaj kur ka zbrit fjalë Allahu në surën Ash-Shu'ara, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Fillimisht i ka thënë Allahu xhelala, lajmëroj familjarët e tu. Atëherë thot Ebi Huraira se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thirr Quraysh, familjen e vet, fisin e xham të atina. Quraysh, për sa është Qurayshi, Abdul Manaf, Hashimi. I ka thirr Quraysh edhe i ka thënë ishtaru anfusakum. Shpotoni vetët e juve. Shpotoni vetët e juve, sepse unë te Allahu s'ju nimoj kur gja. O fisi Abdul Manaf, s'ju bajte Allahu kur gja do bi. Pastaj ju ka drejtue agjallarëve të vet. O Abbas, agja jem, shpëtoje vetën, se unë s'baj kur gja do bi të Zoti. Pastaj ju ka drejtu halës vet Safijës. Oj halla jeme, shpëtoje vetën se te Allahu kur gja s'baj do bi. Pastaj ju ka drejtu Fatimës bijës vet, ka thënë oj Fatime, e bija Muhamedit alayhi salatu wasalam, shpëtoje vetën se unë nuk muj me të bë dobi kur gjatë Allahu xhelalu ala. Kjo ka qenë zbatimi përpikt i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i trajtimit të mirë me familjen e vet. Dhe në transmetim tjetër ka ardhur alayhi salatu wasalam se ka thënë ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha. Ka thënë me gjithse unë s'ju baj dobi te Allahu, unë prap ju kam fis. Unë do të cilëm mirë me juve në dunja, atë Allahu e meselë tjetër. Andaj, muslimani cilët mirë me kejt. Apo, ky i ka pas plot për agjallarve, e plot për halave, shka e shkije, o cilë mirë me të. Apo, nërsa na, Allahu na uzof të gjithve, në trajtimet e mira të sati ka zbritë Allahu të bareke vë tjala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej prezentimit të partë të islamit, që ja ka bëhe djemve agjes vetë. Mirë po, shumë bitëre kanë hezitue në fillim. Kanë hezitue. E i parë si s'ka hezitue, ka qenë Aliu, radiallahu anhu. E shumë bitëre kanë hezitue, kanë ngurue. Andaj Abasi, një ditë për ditëve e ka morë një djallë të agjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, e para se me ushqiru Mekja, Ebu Sufjanin. Ja po, edhe ja ka quhe, e ka binë se du të me thonë la ilaha illallah. Edhe thot Abasi, e futa Ebu Sufjanin, Omeri do këtë më more. Dhe i thashtë më mësë e prak, se jam të qute pejgamberit sallallahu alaihi sallam, se u kollaj e ka luftu të avrase për mësëm, Ebu Sufjani. Abasi ka thonë hec me muë, se unë jam agja i ti, unë të futi aty. Edhe e ka fut, ka thonë kur qkojna minni arë fjallën e parja dhua shhedu en la ilaha illallah, sa e për këtë punat e po, këtë këta. Edhe i ka dëshmu ka thonë e shhedu en la ilaha illallah. Edhe ka shujt. Abasi pe prit, vazhdoje, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhammed zami dërguri Allahut. Ka thënë Ebu Sufjani, që kjo edhe pak më kamet, se ka pas kusheri, rival, e i ba rival që shkojnë, janë konë mocanik, janë konë djemë të agjës. Ka thënë që tu, i ka thënë Abasi, kuku për tyje, thuje ma shpejt shahadetit, shpëto. Atëherë ka thënë shahadetit, thotë Omar Khattabi, për pak së në zuna. Për pak së në zuna se e tha shahadetin edhe miki, se o konë
agresor ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej vlerave djemve të Haxhës, të parin kush e ka fitue? Aliu radhiyallahu an. Andaj mas shumti prej djemve të Haxhës e ka dashur Aliun. Mas shumti prej djemve të Haxhës e ka dashur Aliun radhiyallahu an, sepse i pari e ka besu Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj thot Imam Tirmidhiu, hoxha i njohur i muslimanëve, Imam Tirmidhiu, i cili transmeton hadithe, ka thënë i pari prej burrave të mëdhej që e ka pranuar Islamin është shoku i tij Ebu Bekri radhiyallahu an. E do të flasim për trajtimin me shok që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam më vonë. Edhe i pari prej grave që ka pranuar Islamin ka qenë gruaja vet Khatixha radhiyallahu anha, dhe i pari prej fëmijëve që ka pranuar Islamin ka qenë Aliu. Kanë thënë dietar, çeto tre i ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam mas nga atin zemër. Se të partë e kanë besuar. Partë e kanë besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej trajtimit të mirë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu prej trajtimit të mirë pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë se nuk ka shlupe, nuk i ka kpu shpresat deri në dakikin e fundit. Tregon Said ibn Musayyibi se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ka ardhur vdekja Ebu Talibit, Haxhës vet, dhe ju dini historinë e Ebu Talibit sa i ka nimuar. Deri në fund i ka nimuar sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka ardhur vdekja, ushtrie me vdek. Edhe ka ardhur e ka pas dost Ebu Xhehlin, edhe kushëri. Ebu Talibi, nëse për mësa me Ebu Xhehlin e ka kushëri. Edhe Ebu Talibi ala mangat. Edhe ka ardhur Abdullah ibn Ubay ebi Umayya ibn al-Mughira, njëri prej arabëve tjerë ka ardhur. Edhe kanë ardhur pirin kri Ebu Talibit, edhe ata dy, edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Edhe Muhamedi alayhi salam i thot: "Ja ai ammi, o xhajam, qul la ilaha illa Allah." Thuaj la ilaha illa Allah, me një fjalë të cilën ka mundësi unë të polemizoj me Zotin tëm për ty e të Allah. Thuaj la ilaha illa Allah. Edhe në rivajet tjetër ka thonë thuaj shahadetin. Thuaj shahadetin. Edhe u ka thue Ebu Xhehli, edhe i ka thonë: "O Ebu Talib, a pele fejnë e Kurejshve? Pele fejnë e babës tanë? Shiko shëshrinja e keqe, shiko kura dosti i keq." Tha: "O Ebu Talib, a pele në fejnë e babës tanë, e babgjishit tanë, e stërgjishit tanë?" Edhe vazhduan me i fol, ata i thonin: "Mo mëselle, për mësa më thote, o a gjajem, thuj la ilaha illallah." Dhe në këtë kontekst, për mësa më koni dopt, veç fjallën e ka pas. O a gjajem, ato jo mëse thuj. Atëherë fol Ebu Talibi. Edhe fjallën e funit, çka e thot, unë e po vdes në miletin e babës tem. Miletin e babës tem. Edhe ka arë transmititjet që ka transmituar Imam Ahmedi, se ka thonë: "Wallahi", apo "Wallahi", dhe betimi ka qenë se e ka njoftë Allahu, por nuk e ka besu që ishduhet. Ka thonë Ebu Talibi, ka thonë: "Wallahi, mu kanë që Kurejsht nuk mazojnë kryën, apo, dhe menojnë se pitutës edhe prej afërsijës që e kam me nipin tem, e kam ndru fejen, ja kësha knash sinin Muhammedit a.s. me shahadet. Mirë po vdes në fejen e babës tem. Po vdes në fejen e babës tem. Kjo një fjalë, po i ka kushtu xhenem. Apo, edhe mas i kam shelësit, ka thonë a.s. E une vallahi, prap ka me boj istikfar. Shka shlupe a.s. Ka thonë, apet ka me boj istikfar. Ndoshtë Allahu Gjelluala, ja falë. Dheri sa ka zbit fjallë Allahu Gjelluala: "Ma kana li nebiji wal ledhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin." Si takon Muhammedit, pengamber a.s. dhe besimtarve me të, me lip falje për pagan. A i vdis shka, shkoj. Ska me lip falje. Dheri sa ka ardh nga Abdullah ibn Abbasi, se ka ardh agja tjetër Abbasi, edhe i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Qa ka për vllavin, një moj e umunu, a ka diçka që ti kimi kontribue?" Në transmetime tjera ka ardh djali vet Akili, djali vllavi Aliut, edhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, baba jam të ka nimu shumë, baba jam s'të kalon hiç." Ka thonë: "Megjithatë, se ne thash shahadetin, a ka diçka për babën tem?" Atër ka thonë alayhi salatu wassalam: "Po." Ka thonë: "E kum lut Allahu xhelala me ja lecu." Ka thonë: "Mirë, po nuk e nxjerr pi xhenemit." Ka thonë: "Ja lecon zjarrin
dhe nuk ka mrena banor dhe xhenemit me dënim më të lehtë se sa Ebu Talibi agja jem. Ka thonë vetëm i vesh një parnale zjarmit, pra nuk gjegët këtë trupi i tina, i vesh një parnale zjarmit, këpuca, ka thonë prej asajna i vlojnë trunt. Kjo është ndëshkimi maj lehtë në xhenem. Mi vesh një parnale zjarmit, këpucat e kipa këpucat, me ti maru pi zarmit. I vesh ato, të vlojnë trunt, pi nxehtësisë të madhe. Apo, i po njeri kur ka ethe, e kur është zarmia, ka thonë alayhi salatu selam, zjarri i xhenemit është 70 herë më i nxehtë. 70 herë më i nxehtë. Elusmi Allahun që Allahu mos ta bën për banorët e xhenemit. Atë kjo ka qenë prej modestisë dhe trajtimit të mirë të Muhamedit alayhi salatu selam ndaj axhallarëve të vet, ku e ka kthyr të mirën me të mirë. Nuk ja ka kthyer me të keq axhës së vet, megjithëse se u kanë pagan dhe kanë ndrujet pagan. Gjithashtu prej trajtimit mirë që e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam me axhallarët e vet, është se një ditë prej ditëve vjen Abbasi edhe vjen i nervozum. E ka një fjalë se dikush e ka cënu fisin, ja ka cënue familjen. Edhe vjen te pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, pejgamberi me vërejnë se o nervoz, edhe e ka vërejt pse o nervoz, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka lexuar fytyrën e njerit pa fol. Edhe sa ka hije Abbasi ka thonë, kush jam unë? Ka thonë Musam Abbasi, më jezat, ka thonë kush jam unë? Ka thonë enta Rasulullah alayhi salam. Ka thonë ti je dërguari i Allahut, paqja qof mbi ty, sallallahu alaihi wasallam. Atari ka thonë pejgamberi alayhi salam për më zbut nervozën. Shikoj çka ka thonë. Ka thonë un jam Muhamedi, i biri Abdullahu, i biri Abdul Muttalibit. Ja ka përmend babën. Abbasi, o djali Abdul Muttalibit. Edhe ja ka përmend vllavin. I ka thonë un jam Muhamedi, i biri Abdullahut, vllavit tan, i biri Abdul Muttalibit, babës tan. Ka thonë dietar, pse ja ka përmend çto baballart, edhe axhën, edhe vllavin? Ka thonë që ta zbute se dikush ja ka shah fisin, e ka thonë ka dale, a jam Resulullah po, pi më të mirit fis vllavit tan e babës tan. Apo pastaj ka thonë Allahu xhelala kur i ka krijuar krijesat, mu më ka vendosur vendin më të mirë. Ka se pejgamberi a di pi kuburon pite Ismaili pite Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu xhelalu i ka nda njerëzit fisë dhe kabile. I ka bë Allahu xhelalu njerëzit të ndarë. Ka thënë dhe mua më ka bë në kabilen më të mirë. Edhe Abasi ka filluar mu qetësue. Arabët kanë qenë shumë fanatik. Do ta shohim një rast me lein Allahu te bareke ve teala, rastin e Hamzës, kur ka pi shumë rakije dhe u ka de. Se ka trajtuar pejgamberi sa tu kon pijan Hamzën. Axhën e vet, radiallahu anhu wa arda, mas ju ka bo musliman para se mu bo haram rakia. Andaj i ka thonë, pi fiseve më të mira, më ka zgjedhë Allahu xhelalu, pastaj ka thonë, e mu e më ka bo në shpijen më të mirë. Në shpijen më të mirë, pra kuptimin që rirahat se ti je prej familjes së mirë dhe s'ki nevojë me u shqetësue për ata që kanë fol njerëzit në ofendim ndaj familjes time. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, ka thonë hadha al-Abbasu ibn Abdul Muttalib, ka thonë kjo është Abbasi, djali Abdul Muttalibit. Dhe pejgamberi shumë e ka përmend shpesh Abdul Muttalibin. Shpesh e ka përmend se shumë e ka trajtuar mirë pejgamberi Abdul Muttalibi pejgamberin alayhi salatu selam. Ana një ditë për ditë kur kanë nxej lufta Hunain, edhe kanë hik sahabët pi lufte. Edhe ka filluar safi i parë me shlu fronin. Kur ta shloi safi i parë fronin, lufta dezerton. Edhe pejgamberi ka shtyje devën e vet, edhe po hin flakën e luftës. Thot Aliu, kanë shku njerëzit si zogj. Ka luftë e ashpër. Ka hije duke nxit devën e vet, edhe duke thënë ene nebiju la kedhib, ene ibnu Abdul Muttalib. Ka thënë unë jam pejgamberi, s'jam rren, unë jam djali Abdul Muttalibit. Sa Abdul Muttalibi i kanë gja Muhamedi s.a.s. në gjatësi, forcë edhe trimni. Kur pejgamberit alayhi salatu selam nuk i është shfaq friga, më mutut, frikë natyrsh me pa, ama me hik e me landë një pozicion, jo, asja, sallallahu aleyhi wasallam. A dhe ka thonë, kjo është agja jem, Abbasi, i biri Abdul Muttalibit, e gjvedu Qurayshin keffen, ka thonë, dora ma e shtrimen sadaka, jep shumë ka thonë, apo, dhe ka thonë, wa awsaluha, dhe njeri që mas shumë ti e runë farefisin.
Çiki Abasi e ka këshirë pejgamberin alayhis salatu wassalam mas Abdul Muttalibit. O kanë pagan kod gab. Se o kanë zengin, edhe si ka kushtu shumë rëndësi fejes, po ka thënë hajt ta këshiri si nip që aty që e kam. Apo derisa ja ka zgjeruar Allahu xhala xhokse dhe e ka pranuar fejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej trajtimeve të mira që i ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam me djemtë e Axhës vetë dhe kusherit e vet, tregon Abdullah ibn Abbasi, djali i Axhës pejgamberit alayhis salatu wassalam, se kur e ka shtiruar Mekën pejgamberi alayhis salatu wassalam, i pari i Qurayshve, i arabëve, ka qenë Abu Sufjani ibn Harb, njëri prej kusherive të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe vjen Abbasi mi xhajvet. Edhe i thot ja Rasulullah, ky Abu Sufjani e pranoi fejen. Që ky shka tha shahadeti Muhammed Allahsën pe tham. E tha, edhe i tha Abbasi, shikoj ja Rasulullah, tha ky e ka merak pak më lazdruar. I ba, dikush e ka çashtu. I thonë të na mi arrej dahirën. Ama dikush me tupane bandi ka. E pastaj prishet tupani. Tha ja Rasulullah, ky shumë ka merak me arrit fjalët. Tha u krije e ndrejqi une. Apo atëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam filloi me majt fjalim. Edhe hinin Mekë e çiroi Mekën. Edhe tha alayhis salatu wasalam, kush hi te shtëpia e Abu Sufjanit ai sigurt. Edhe kush rrin në shtëpinë e vet ai sigurt. Shiko, dietar kanë thonë nisoj kjo. Apo për shembull ti nëse supozojna ka luftë, edhe vjen armiku dhe thot, mos dilni pi shtëpiave, jeni të sigurt. Edhe kush kon te shtëpia filanit ai sigurt. Ti çka thu, po rin shtëpi teme se nisoj kana. Po pse ka e përmendën Abu Sufjanin vetë sa ja përmendën emrin. Apo andaj gruaja vet Hindi, nana Muawiyës, e kur ka ardh, edhe i ka thonë e nitë çka tha Muhamedi alayhis salatu wassalam. Tha kush shkon te shtëpia e Abu Sufjanit, ai sigurt. Tha, po ti nuk e kupton se ti pas ka shku pak për stati, ka thonë se ti je krim i madh. Ka thonë po ai si cëllish ka rrin shtëpit vet, ka ai sigurt. Çfarë vlerë ka për ti? Po gruaja vet ka mëshme. Ka thonë, po çfarë vlerë pas ka? Arrin shtëpit vet, arrit e ti, apo mirë po pëmsa me ka kuptuar se çiko, e ka pas xhalë axhë. Tamam ka thonë e kuptoj. Po disa njerëz janë kështu. Dhe pëmsa i ka kuptuar këta tabiatat e njerëzve. Por shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur e ka thënë letrën perandorit më të madh, presidentit romakëve. A dini vëzër kush ka qenë presidenti romakëve atëherë? Presidenti i Amerikës. Perandoria më e madhe që ekziston në atë botë. S'ka më të madhe. S'ka pas më të madhe. Edhe sot s'ka më të madhe. Apo kur e ka thënë letrën, çka ka shkruar? Ai kon kafir. Ka thënë ila Hirakl, hadith sahih Buhari. Der te Hirakli, adhim Rum, i madhi romakëve. Një thot, pse i madhi romakëve? Pa i madhi romakëve. Ka thonë eslim teslem, hin në islam pështon, shpëton te Allahu te bareke ve teala. Pse ka shkruajtë i madhi? Sepse çështu do të më fol. Apo andaj kur dikush ka pozit, pavarësisht a ka me hak apo batilla e diçka tjetër, ai e ka atë pozit. Ti smuresh më thon, o ti sarrok, vetë ku ta shish vetëm pa prova grillave. Pse? Nuk duhet me edit, duhet me ditë si duhesh me fol. Apo pastaj çka i tha kur ja kthai ai me jo islam? Çka i tha? Ja kthai e Hirakli, tha mu paskon te ai, te Muhamedi sam, ja kisha la kont. E çka tha me sam kur rrejti ai? Rrejti. Tha mu paskon nga te Muhamedi sam, ja kisha la kont. Atëherë me sam e ka zoj hakun. Tha kadhaba adullah, pas ka rrejt armiku Allah. Dhe çështu ka qenë. Nuk e ka pranuar Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në trajtimin me axhallart e vet. Dëgjona këtë rast është shumë interesant, do të mundona me e shkurtuar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë shumë tolerant edhe i respektueshëm me axhallart e vet, qoftë edhe kur e kanë tepruar ndonjëherë në ndonjë sjellje që si ka pas hija atëve. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Zuhriu, dietarëve të hadithit të mëdhej, nga Aliu, djali i Husajnit, nga Husajni, nga baba i vet Aliu radhiyallahu anhum wa ardhahum, Allahu jalla qoftë i kënaqur me të gjithë kushërit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nipat e tij, thot nga kallzu baba jam Husajni, thot nga kallzu baba jam se në ditë për ditëve mas luftës Bedrit kanë marrë deve, plashk lufte, deve e kanë marrë shumë prej plashkës së luftës, pra begati dhe bagti, hajvan kanë marrë. Edhe thot Aliut i ka ra një deve e madhe. Edhe Aliu ka thonë,
që këtë deve, kismet Allah ka me bëhe për dasën këtë martona. E përmendëm kër akon fukara, s'ka pas pare, ka thonë mëra hisën i deve, ka luftu e luft bedrit, ka thonë tash martona me që këtë deve. Që ka ndonë? Edhe, ja ka thonë njanit, ka thonë këshirë rruma devën, kujdesu për devën. Edhe dërisa t'i bëj hazër e disa sene tjera. Edhe, thot Husejni, nga Aliju, radiallahu an, edhe, thot deshta, devën, mësani, thash, ta shes devën, e të bëj pare, e të martona. Apo, edhe, ja dhash personit me e këshirë. Thot vesh kur, një ditë për ditë, po shkoj me e morë. Po shkoj me morë, devën. Kur e pash, devja ish përej. E ish bo hazër muhangër, apo, kësa Arab dhezër e kanë tradit, si cëlli popull e ka një veçori dhe aftësi, ata devën din me prej shpejt. Shumë nas, s'qena vend ku ka deve, ata edhe është, në njëzë nuk e din si shkon, apo, për shemë lopët e delet, i din ma shumë, apo, mirë po, devja ka proces ndryshe se si therët. Ata devët i kanë prej edhe kër janë konë pijana, qatë shumë e kanë ditë këtë punë. Thot Aliju, edhe kur e pash, e kish ba cop-copa, e kish regullu për me hangër. Edhe thot, unë njeri, thot, si kitë njerëzit, janë nisa me kajtë. Ma pas ka prej devën. Kush ma ka prej devën? Plus e ka po hazër mu martue. Shikove se këto, si kanë mshej emocionet. Njëri thot, gjithë ki burë, po ka njeri. A burë ka, apo? Tha edhe unë si njerëzit krejt, edhe fillova me kajtë. Edhe ako njëri, radiallahu, anhu, wa ardhahu. Atëherë, shkova dhe pyta, kush e ka po këta? Kush ma ka prej devën? Ato than, a gjajot, Hamza, miru vesh me agjen tanë, aja ka prej. Atëherë, shkova të Hamza, kur e pash, i shkani det, zdike ku e ka vetën. Qëtë shumë ki shpira ki. E dhe thot, pak si, thonë, kura njeri pijane ki ba, ruju vla pak piktina. Thot edhe shkova të pejgamberi a.s. Edhe kur shkova të pejgamberi a.s. E kuptoj për mësam se ka një siklet Aliju radiallahu an. Edhe i tha, maleke, qka ki Ali? Dhe i tha, shja Rasulullah, a ke po që ka ndonë? Qatë devën qka e mora për luftës bedrit, e bona hesab mu martu me ta, apo ka shku Hamza e ka prej copa dhe ka po hazër me angër me shok të vetë. Edhe janë të pije. Atër e ka thonë për mësam, hajde me mu. E ka mora Aliju radiallahu anhu, edhe ka shku ka kërku leje. Ka thonë, thunit hi ati. Kur ka shku ati mrejna, e ka pa Hamzën të det, ka arë transmitim, themilun. Dohën ka hi atje fel në raki. Allahu alem ato shka e pinë e din ma mirë. Inshallah Allah nga pestron kete për rakijes edhe gjerave të liga. Mirë po sakon haram, ende s'ka zbrit ndalesa e rakijes, thot Aliju, muhmarratun ajna, ju këshin kush sit pit pimës. Ju kanë kush sit pit pimës. Ju afru për nga mberi a.s. afer edhe pekshirë fëtir. Edhe pekshirë ky e pekshirë aj. E tash ajo i pim, këto të këthjell. Atëre, pra, mësam sigur ka dash me dhe, që ke bëhe? Atëre Hamza u ka quë edhe i ka thonë, jo ketë, përfshije dhe për mësëram, ketë një ropë të mi. Kuptimin? Ropë, kur ti thush ropë dhe me, ti izmi qari jem. Kur e ka pa për mësam se s'kali arë për momenti, kur gjapi këtina, atëre i ka thonë Alijut, këthejo, leje. Leje, dërsa këthje dhe pastaj e drejtojnë a këtë punë. Qka argumenton kjo dhe zë? Imam Bukhariu e ka transmetuar këtë hadith dhe Ibn Hajar al-Asqalani ka thënë, kjo hadith nuk ka ndodhur, kjo ngjarje pas parazbitjes së ndalesës së alkoolit. Apo, si e kishmi trajtuar në njëri kështu? Si e kishmi trajtuar? E ka pas ağaç. Këta djalmigje, këta ağaç. A do shiko, Ibn Hajar al-Asqalani thotë, mi thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti e robi jam del pifeje. Njëri mi thon, pejgamberi sa ma çështë barabar me mua. Del pifeje. Mi thonë njani pejgamberi çka ka mbaj ma poshtë se unë. Ki Hamza çështë ka thonë. Këti një Europë të mi, hani pideveve, pini pirakijës. Ajo sokon ta hiç. Pejgamberi ka thonë Alius, ik, se tash s'ka kur gjapi këtina. Andaj alayhi sallallahu alaihi wasallam për trajtimit mirë çka e kishte, e kuptonte momentin dhe e kuptonte se tash është i pim. Largoju prej këtina dhe ka pas aq sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej trajtimit që i ka pas ndaj axhallarëve
të vetë dhe kushërive të vetë është se kur ka radhë njëri prej tyre në gjuna, e ka morë me dorën e vetë e ka largu pi gjunaj. Tregon Abdullah ibn Abasi se vllai vet Fadl ibn Abasi, dhe na shkëton Fadl, vllai Abdullah ibn Abasi ka pasur emrin Fadl. Thot kemi qenë haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe normal njerëzit vishin gra e burra e veshin. Ja Rasulullah e bona që shton haxh, keni pa kush ka shku haxh? Hoxha, çka të bëj tash, çka të bëj ato? E kanë vetë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj pejgamberi alayhi salam kanë hip ndeve edhe ka thonë khudhu anni manasikakum, merrni pi mua çish bëhet haxhi. Se haxhi është Allahu na mëson me bë haxh. Haxhi është domthon ymri i jetës. Njeri me ta është epilogu. Ka thënë alayhi salatu wasalam kush ban haxh dhe ja pranon Allahu, jo turizëm. Tash fatkeqësisht u bë turizëm. Apo ja pranon Allahu mes ti dhe xhenetit është veç me dek. S'ka kur gjë mes atij. Allahu na mëson me bë haxh të pranuar me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Abdullah ibn Abasi, Fadli ishte me pejgamberin ngat. Edhe hishin njerëzit, thot edhe një ditë për ditëve, tu bë haxh, thot hini një gruaje. Edhe pe pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ajo sigurisht ka pak më e bukur. Edhe thot Fadli, tu e vet pejgamberi me gruaja, ky hiç sa herkesit. Edhe pejgamberi ftyrën mos e këshir domodin, largoju. Ajo vet pejgamberi përgjigj, ky këshir ata. Pejgamberi largoju. E ka kthy mas vetit, ai prap ka dalë përpara të këshira çikën. Sa jo të vet, do komando haxh, shikoj kjo normalitete. Do të thot a ka këshira, kita takvalia. Apo kanë këshir Fadli, u kanë vllavi i Abdullah ibn Abbasit, djali i haxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot wa ja'ala an-nabiyyu alayhi salatu wasalam yasrifu wajha al-Fadli ila ash-shaq al-akhar. Ja ka marr ftyrën, pra ja ka ftyrën me të butë, ka thonë mos këshir o Fadl, mos e këshir tash. Apo pastaj ka thonë gruaja, ka thonë ja Rasulullah, e ka pas baba jam haxhin pa krye, dhe ka vdek para se më u mundsu haxhi. Ka thonë ata bajun e haxhin për taj, ka thonë po pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çka kanë këta vëzër? Se pensam me dorën e vet begat e ka largu pi haramit. Don shikimi ngryje të huaj vëzër është haram i vogël. Po kur të mbledhen shumë harama të vogla, bëhet haram i madh, apo? Se zinaja haram i madh. A shikimi ngratë e huaja është haram i vogël. 1, 2, 3, 1 milion çon te harami i madh. Allahu na ruaj. Fadlin këtë rast, ajo ka ngryje, kjo ka i ri, këshira ata, me modestin, me kujdesin, me urtësinë e vetë, që me ja ka largue krijen, pra mos këshirë, se zban me këshirë, se kjo është e ndaluar. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej trajtimeve që i ka pas ndaj axhallarëve të vetë dhe nderi që u ka bëhe, pejgamberi alayhi salatu wasalam para se me emigrue, e dini, është mos ta përsërisna historinë, duni me e ditë, pejgamberi në haxh e ka shfrytzuar haxhin, se arabët edhe para pejgamberit ka bëu haxh. Arabët kanë bëu haxh para pejgamberit sallallahu, me traditat e tyre. Edhe kur u taku me ensart, me medinasit që e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tregon Ka'b ibn Malik radhiyallahu an, thotë se kanë dalë haxh dhe janë taku me ensart. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam prej manovrave që i ka bëu, çfarë manovra ka bëu vëzër? Kur ka dalë mushëtit se ka marr Aliun. As i ka marr dikant pe kushërive të vet që janë ko musliman. E ka marr Abbasin se kon shka u kon. Edhe kur ka shku mu taku me dikan, ka shku me axhën e vet. Kur e ka pa dikush të nejt me njerëzit që se në haxh janë taku shumë njerëz. Kanë ardhur pi Medinë, kanë ardhur Mekë. Edhe njerëzit që kanë thënë, ka thënë s'është të fol diçka për Islam se ai shkas. O me neve ai. Pra mi xhavat o joni, s'ka mundësi me po diçka. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam, axhën e vet me gjithë se u kon pagan, e ka pas besueshëm, para se u kon musliman. Edhe thot Ka'bi kur janë takue me ensart, edhe ka nis me bë, domodin konferencë. Marrëveshje për me ia dhon besën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, për me e mbrojt. Edhe kur kanë filluar me bë muhabet, atëra kanë kërkuar që pejgamberi të flet. Abbasi, mija vet ka thënë, a ka mundësi të foli? A ka mundësi të foli? Edhe i ka fol. Çfarë ka thënë? Shkojnë me perspektivë fjalëve të mëdhoja, të u kanë shka. Ala su kanë musliman. Mi po ka shku me nipin e vetë minimue. I ka thënë, o ju Khazraj, fisi i ensarë, para se mu kanë musliman. Kanë thënë, inna Muhammeden minna hajthu qad alimtum.
ju e dini çfarë pozite ka Muhamedi te na. Ma mund ta parandoj vëzër, si ka besu, ka shkoj ka nimu. Çfarë njeriu ka Muhamedi sa që të ka bë për veti edhe nëse si ki besuar. Shikoni, e ka bë për veti, e ka pas shërbim sekret vetin pa i besuar. Hiç si ka besu. Domthon, deri në këtë periudhë se ka besu që kjo pejgamber Muhamedi, një pjesë, djali vllai. Apo ka thonë ju e dini çfarë pozite ka te na Muhamedi, pa i besu. S'ka thonë Muhamedi Resulullah, jo, Muhamedi vetëm. Ka thonë, e na e ruajna pi popullit vet mos mi bë dam, se doin mi bë dam. Pastaj ka thonë, ai ka pozitë te na dhe është në vendin e shenjtë, Mekë. Pastaj ka thonë ky vet ka vendos që me ardh me juve, që me ardh te ju në Medinë. Ka thonë nëse ju mendoni se muni me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai s'ka thonë atë vakt Muhammedin alaihi salatu wassalam, ka thonë merrne. E nëse juve u a merr mendja se nuk muni me erujt dhe nuk muni me mbrojt Muhammedin alaihi salatu wassalam, ka thonë lene, mos e mirë një fare. Ato e kanë ngu mirë. Apo pastaj ato i kanë thonë ngum çka fole. Edhe i kanë thonë fetekellem ya Rasulullah, folti ya Rasulullah, folti si po don me pas marrveshjen me neve. Pastaj kanë thonë wali rabbike ma ahbabta, merre çat çka është më e dashura për Zotin tanë te ti. Edhe ka fol pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe domon e ka marrë khutbën e njëjtë, kemi përmend kur kemi fol për te historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka kallzuar që ka me ardhur me juve. Kjo çka argumenton dhe Zot? E ka ndëru migjën e vet. Ka thonë fol. E shikon pagan. Atë shikon vetë këtë respekt. A sa e ka respektu kur ka në Islam? Shumë e madhe. Atë ja ka qetësuar nervozën, do i ka thonë ti je migja jam, ti je djali i Abdul Muttalibit, e kështu me radhë prej gjërat sa i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për gjërat sa pejgamberi i ka bë me kushërit e vet, ose një ditë për ditëve, Rabi'a ibn Harith, djali i Axhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe Axha i tina Abbasi janë tunejt me pejgamberin, janë tunejt në xhamitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e morin njëri djalin e vet, edhe tjetri djalin e vet. Fadli djali i Abbasit, edhe Muttalibi djali i Rabi'ës. Dy kushëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe baballarët e vet thonë, "A bëj të dy djem na kanë me të pamartue? Ose si kanë harrenët?" A ka thonë, "A i çojna te pejgamberi sa ja u ban çarën ai. Ja e zgjidhin apo?" Ka thonë edhe më duket ka ardhur do parë sadaka. Edhe vjen Aliu. Thotë çka jeni mbledh? Thotë kanë me këto, thotë pa u martu, thotë ti u martove tash si të pas gale për të tërkan. Ai thotë mos e çoni se pejgamberi nuk jep parë për sadakajës. Ju jeni familje art pejgamberi, ju s'ban me hangër parën e sadakajës. Ata thonë, ti e martu për veti, tash na ki zili neve. Ka thonë do të jam na kanë vetë pa martuë. Ka thonë mos ja u çoni, ka thonë çoni po ri që tu po ju kshiri, çone e kshirë çka ju thotë. Se e ka ditë, e ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e kanë pritur mëson kur ka dalë pi dhomës vet, e kanë fal namazin, edhe kanë dalë këto dy fëmijë. Edhe i ka thonë mëson, falni çka keni. E ka kuptuar, falni çka keni. Edhe ja kanë kallzu hall. Po ja Rasulullah, djem 3 kur konsigën arenat, po donë më martue. Shikoj se sa kanë madhe të to martesa. Apo çka thon, gjaliri jeni argëzoje jetën. Apo disa sharlatan, ahmak, thot rritin jar knashun ja 40, pastaj haj thosë stik martesa. Subhanallahu alazim. Yes, kjo ndodën ja prindi thot, ka dalë vetë çka i të gut. Gëzoje në jetën. Këta janë 3 sa kanë himbi lik. Apo baballar mia ka thot, ti martojna. Si kanë arrenat. Ata i kanë thënë, "Pejgamberi, falni çka keni?" Ka thënë, "Ja Rasulullah, kanë ardhur parë sadaka." A ka mundësi me na martue? Ka qenë Zejnebia mrena dhomës, në perde. Edhe ka bë me isharat, mos lipni sadaka. I kanë marrë bash isharat vëzë. Ka thënë mos lipni se ju jap sadaka. Se jeni familja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë alaihi salatu wasalam, ka thënë sadakaja la tanbaghi li ali Muhammedin. Sadakaja nuk i takon familjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zban me anguri sadaka. Ka thënë ato janë të mbeturat e pasurive të njerëzve. Po njëri ka dhënë zakatin, ka dhënë sadaka. Sadakaja çka vëllazër? Sadakaja kur e jep zenginit do me pastru vetën ai. Ai ka hekat pjesën çka i ban dam. E ku të mbledhën pjesët çka i bajnë dam tjerëve, çka ka dhënë Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka dhënë atë çka e kanë nxjerr njerëzit, çu takon juve me hang. Apo pastaj ka dhënë Allahu sallallahu alaihi wasallam,
Thirmani Mahmijet ibn Jaz'in, edhe Naufel ibn al-Harith. Ka pas disa prej punëtorëve që i ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka angazhuar në pasuri. Edhe i ka thonë njëri prej tyre, ka thonë marto më çka djalë, edhe atje i ka thonë marto më çka tjetër. Do ka shkuj ka lip dy pasuri dvejta që i ka pas alayhi salam, jo prej sadakës, ka thonë marto më çdo dy djalë. Shikojmë se sa i ka dash me sa kushërit e vet. Djem të agjës, ka thonë ja Rasulullah martona. Apo dhe sa është e mirë vëzënjeri më kanë kontribuës hajr. Vjen dikuj një djalë i ri, e ki kushëri, e ki djalë teze, i djalë halle, i djalë migje, apo sa është e mirë me ndihmu në hajr. Apo dhe sa është e mirë me ndihmu njerëzit më martua vëzën. Apo andaj tha alayhi sallam, enkih al-ghulama hadha, marto mas ke djalë. Edhe ka shku kanë marrë pasuritë të tjera dhe i kanë martu këta dy djemë. Gjithashtu vëzër prej trajtimit që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam të mirë me axhallart e vet, është se që ka treguar Xhabiri nga pejgamberi alayhi salatu wasallam se luftën e Bedrit, djali axha i pejgamberit alayhi salatu wasallam Abbasi ende kon pagan. Luftën e Bedrit, vitin e 2 të Hijrit. Edhe Abbasi s'ka dashur me ndal luftë. Po për mi hek dyshimet e populli vet, se o kon teh me hin islam. Që shkova, që edhe pak, edhe një biznes, o kon biznesmen, o trektar, ka pas shumë pare. Edhe, atë ka thonë, ka i e ti? Ka jo, edhe ka thonë luft Bedër. A mas ka luftu, ka nejtë që është munu, mos pi bo dam. Mirë po kon ka pale e kundur. Edhe u ka zonë rob. E ka zonë rob. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa axhën e vet zën të rob, ju ka dhimbt. Para në gjithaj zëngini madh e axhën me mësam, edhe rob u ka zën. Kur e ka pa mësam ju ka dhimbt. Apo edhe ka thonë, bjemani një këmish t'ja vesh se ka merr, domthon kërkon. Edhe i kanë provu disa këmisha si kanë bëhe. Edhe këmisha e vet me që i ka bë u kanë e kokës munafikave Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Edhe ai kanë gjatë Abbasi, edhe ky kanë gjatë. Edhe kur e ka pa, ka thonë, a na jep këmishën tane, ja ka thonë. Edhe ki për me ba manovrat veta, ja ka thonë, pe jonsëm këmishën. Edhe i ka ba këmisha tamam. Kur ka dek Abdullah ibn Ubay, që ki munafiku, ka ardhë djali vetë. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ti e di për babën tem. Që të foli, unë e di unë edhe di ti. Se u ka munafik. Ka thonë, a ka diqka, pe jonsëm ka thonë, mësu mërzit, se këna me bo lutje për babën tem. Kam ja falë gjenazën une. Shka vëzër, koka munafikave. Ka thonë mësë mërzit. I ka doli baba. Vëzër, koka e munafikave. Koka e qafirave të mëshert. Shërbim maj madhë sekret kundër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë mësë mërzit gjallit vetë. Se gjallit vetë e konë gjallit mirë. Ka thonë mësë mërzit. Edhe e ka desh këmishën e vetë. Ka thonë që mere veshek që këtë këmish Abdullah, babës tanë. Edhe ka falë gjenazën. Edhe ka thonë ka me boj istikfar për babën tanë. Do shtë Allahu Gjelluala ja falë, dhe sa kanë zbita jetet Allahu Gjelluala, më s'kërko fali për ata se Allahu Gjelluala nuk ja falë. Këtë të dhe zëpse ka bo pejgamberi sëram, se kur ka dash minimu a gjëzvet, as një këmish si ka bo tamam, i ka bo këmish atina, ja ka këthi Muhammedi alayhi salatu wasalam. Shiko se i ka respektuar, a gjallarët e vetë, kur e ka pa, a i në luft të kanë. A mu që para minu tash, që ta kuptoni këtë skenë, ti e në luft. Edhe e ze ushtria armikun. Edhe e ze njani cili ka bo dam. Apo ata ushtarë të ri, që ka dojnë me ba? Zbojnë sabër ata. Apo, përsa kure ka pa, u ka mërzit. Sahabët e kam këshirë ftyrën, mini herë. Apo, u ka mërzit. Deri sa, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kure ka pa që atu mërzit, edhe ka dhonë këmishën, edhe kanë thonë sahabët, a e lirojnë a kejtëve. E hitë si murë në pare. Edhe i kanë thonë, ja Rasulullah, e pam rastin, as si murë në pare hiqë, Agjës tanë. Ka thonë mës ja lini as një dirhem. Se ka pas pare. Ka thonë sa për parët, hiq mës ja lini as një dirhem. Mirë po, atë mërzin tine, se ka po përmësam këta, ka thonë që mës tash, mës se lëndo ket, aje ka pas galin e ketve, sallallahu alaihi wasallam. Von tash, para menon janë me thonë, aje lirova agjën tanë, apo, hajë liroj është tash edhe agjën tem, hajë edhe një dajq atje e kam, luftën e Bedrit e pam, dhëndri pe jonsra mu kon, i zanë. Kër e ka pa për mësëm dhëndrën e vetë, Zenebi ja ka quë qaforën e gryës vetë, gryës për jonë sëram, edhe mësëm ka thonë, apelironi be këtë, se dhëndrën e kam. Apo, me gjithë u kam pagan, shka. A doj për mësëm, kër i ka thonë, jo, ka thonë, kujdes më mirë, rrini dhe mënë,
Mos e tratroni por ran, edhe I ka thonë, si të muni pak lironi dur, se kjo ka njëri burri I Kurejshve, edhe agja jem, a ka thonë sa për parët, mos jalini as një dinar. Mos jalini as një dinar. Andaj, kjo ka qenë prej trajtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ditë për ditëve, vjen një pasuri e madhe te pejgamberi alaihi salatu wasalam, edhe pejgamberi e merr pasurinë edhe e shpërndan në xhami. E ka pas një pjesë të oborit, edhe e ka shpërndan në xhami. Ka ardhur pi Bahreinit, pi pjesës periferike, sot është shtet I veçantë në botën arabe. Edhe pejgamberi thotë shpërndan në xhami. Lëna mos e praj, derisa të vjen me shpërndan. Vjen Abbasi, masi apo musliman, edhe I thotë ja Rasulullah, mi jep me do pare se ku me zero. Ka thonë e pagujta vetën pi robnijës, I dola pi lufte. Ka thonë edhe djalin e Axhës tanë e pështova, Akilin, e kam pagujt robnijën, ja kam pagujt. Ka thonë ku me pa pare. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë hajde e ka caktu takimin. Edhe I ka thonë çeku e ki, merr. Edhe e ka nis, domthon shtin diçka këtu, e shtina për këmishë, e shtina për apo edhe I ka thonë ja Rasulullah, thërmani njëri të më një mojë, s'muj mi majtë këtë vetë. Atër pasuria su kanë sot me ti njëve shpare. O kanë malë, merë shka të mundush me të morë, ka thonë merë, apo ta liroje pak. Atër I ka thonë, ja Rasulullah, thërma vetë I kanë të më një mojë? A, ka thonë, jo, me ti mu jo. Atër prap, mledh, së në merë ti ketë, sa mundush, në ngrije, në gjepa, ka thonë, ja Rasulullah, thërma vetë njëri të më një mojë? Ka thonë, jo, sem të thirë, merë sa të mundush vetë. Pasaj, tu mundu me morë, shikon dhe zë njerëz, agja I për mësrap, së ngijet me pasuni. Së ngijet me pasuni. Ata nuk e në qmume, në halal. Apo, andaj Ajubi alayhi salatu wasalam, kura shnosh, mas 18 vite smuje, Allahu gja ka shlu një shi, ka në ra si karkaleca altan. Sigur shivi që ave pika, ka ra copa altan. A mu që paramnu me ra, shtash për jasht altan, të ngu ders. Apo, as ka mërmani sjet. Edhe ka zbrit, shumë, edhe mledhe jupi, mledh, edhe Allahu I thot, o Ajup, edhe sa, atëre Ajupi alayhi salatu wasalam thot, o Zot, shumë po nginave, apo, jo djemte, shumë apo, atëre e ka ditë si bëhet trajtimi me Zotin, ka thënë, o Allah, kush nginjet me rahmetin tanë, apo, edhe I ka thonë, pe usam, merë Abbas, ka thonë, më foli ka thonë, ja Rasulullah, hajde venim më ti, mosis për më beti kanë, ka thonë, jo, merë sa të mund është vetë. Apo, deri sa, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka morë Abbasi sa ka dasht, ka një tjertë kanë morë, deri sa s'ka met as një dirhem, edhe me mësam veç pikshir, edhe po kesh. Alayhi salatu wasalam. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, edhe Imam Nevawiu, thot, shiko si ka laku hiç zemra për pare. S'ka thonë, ej, mu kum latbe, hiç, as, nuk ka lakmu e zemra ti. U knas të këshirë tjerë, hajde, merti, shiko dhe zë kjo zemrë. Ande ka thonë, disa prej djetarë në komentin e këti haditit, ka thonë, kështu duhet tjetë zemra e prizve të muslimanëve. Zgëzona e mu kanë personal, së mu kanë I acarun për individualitetin e tina, për personalitetin e tina, jo du mu kanë I gjamë, se, që ka thonë, merni, kjo ka qenë prej të trajtimet mirave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi alaihi salatu wasalam ka pas qef që të jenë familja vetë dzellshëm në adhurime. Andaj një ditë për ditëve, Dubaa, njëra prej kusherinave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shef pejgamberi I thot, nduket se ki I të dash me bo haq. I thot, ja Rasulullah, po, ama shumë jam e smut, s'me me bo haq. Shikoj, ka thonë, shumë jam e smut, po du me bo haq ama smut. Atëri ka thonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, haji washtariti, ka thonë, nise haqin edhe bane shart, me shart. Ka thonë, shka me thonë? Ka thonë, thuaj, o Allah, ka me bo haqin, ama qatë ti kum zë smuja, që smuj më në tanë, qatë ti e prishi. Apo? A dhe ka ndonë djetartë, kjo adit argumenton se pejgamberi sa I kanë nxit familjarët e vetë, hec, nisuti. E po me bo me më zonë midis tullës smuj, ka thonë, ali, qatë ty prishe. Apo? Prish aty, desa të munësh. Kjo ka qenë prej nxitjes të madhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti nxit familjarët e vet në adhurime. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në një ditë për ditë vet, siç ka treguar tezja e pejgamberit alayhi wasallam Ummu Mundhir, e bija e Qaisit, thot hini për ditë te unë pejgamberi alayhi wasallam, edhe ishte me ta Aliu. Edhe e ka koni smut, ama Allah si ka përcikit smuja. Edhe thot nai I kishmi të varta, përpara I kanë varë hurmët, kur janë konë ala pa pjek. Edhe ato rrinë gjatë edhe pjekën. Apo?
Edhe pejgamberi alayhis salam ja kanë ofruar, pra sigur kalavesha të renditur, edhe ka filluar me hamë. Edhe Aliu ka marrë diçka të haje. Edhe pejgamberi sa mi ka thënë, "Nalu, ti mos ha." Ka thënë fa innaka naqihun, ka thënë se ti alas ka kalu smuja mirë. Apo edhe pastaj ajo e ka pa që pejgamberi sa nuk po do me lan Aliun me hangër, ka shuja ka bën një lloj gjelle supe prej bimëve, edhe ja ka pruve pejgamberit alayhis salam, edhe I ka thënë pejgamberi Aliut, "Ya Ali, asib min hadha fa huwa anfa'u lak." Shiko këtë kujdestar të lartë Muhammed, kujdestari të lartë pejgamberi sa. Ka thënë Ali, hapi që sajla. Se koni smut. No, tu I ka lu smuja, ka thënë mos ja këto se janë të forta, ala, të bëjnë dëm, të munojnë. Ka thënë hapi që sajla. Po marrë që saj. Kjo çka argumenton dhe zot? Sa I kujdesshëm kon. Si bab. A do I thot Ebu Bekr Siddiku, çat shumë e kum pa. Tu kujdes Muhammed sa për kushërit e vet, për djembe axhës vet, për axhallart e vet, saçi kum thon, vallahi, unë më shumë shpëtoj te Allahu, mu kujdes për familjen e Muhamedit alayhis salam se për familjen time. A dhe ka qenë prej khutbeve të Ebu Bekr Siddiku, që ka thënë urqubu li ali Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Runë mirë familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej traditave të mira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ju e dini se Jaferi, djali I axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali I Abu Talibit, ka qenë në migrim në Abesini. Edhe kur e ka shiruar pejgamberi alayhis salam në vitin e 7 dikon parafërsisht Khayberin, në çat kohë kanë ardhur pi Abesinie musliman. Do të thonë pin Mekë I ka qenë në Abesini ata. Apo edhe tash ato pin Abesini, mas shumë vite nga se s'ka pas mundësi komunikimi, vonë kanë ardhur te Muhamedi alayhis salam. Kur ka ardhur prej tyre ka kanë prisi Jaferi. Apo atë debatin që e ka bërë me Najashiu, me Amrin, me atë manovrat e mëdha që I ka bërë në emër të arabëve. Apo kur ka ardhur Jaferi, edhe kanë çliruar Khayberin, dhe çlirimi I Khayberit do kon gëzim I madh për musliman. Se I kanë poshtë jehudit, që kanë bërë shumë sharr jehudit. E lutem Allahun që Allahu ti mposh sherrat e sharraxive. Dhe ti ruan musliman nga sherrri dhe kurtha dhe komplota e njerëzit u bën komplot muslimanëve. Edhe pejgamberi shumë u gëzu kur asliruaj Khayberit. Edhe kur ka ardhur Jaferi, djali I axhës, edhe ka dalë pejgamberi alayhis salam, e ka prit edhe e ka puth lulet ballit. E ka puth këtu, edhe e ka qaf shumë, edhe I ka thonë, ma e dri, s'po di, a mu gëzu që u çliru Khayberi, as që Jaferi. Dhe e ka da shumë Jaferi radiallahu anhu. Edhe minjerë pas asaj ngjarje e ka quë me një luft. Edhe sikur e ka parandjej pejgamberi se në atë luftë ka me ra shahid. Apo derisa pejgamberi alayhis salam atë luftë u ka përshkruajtur pejgamberi alayhis salam sikur me qenë aty. Apo ka thonë që tash vdiq filani, që tash ra filani, tash u vra filani. Prej përshkrimi që ka kallëzuar Allahu te bareke ta. Mesin e tyre ka qenë Jaferi. Derisa kur ka ndrojet Jaferi, u kanë mërzit shumë familja vet. Edhe pejgamberi I ka lënë 3 ditë më mërzit me kajt pastaj ka shkuar. Edhe I ka thonë anës vet, ka thonë bjemi një djemë të vet. Ti ngushloje sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë bjemi një djemë të vet. Kur I ka pa djemë të vet, çat kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ka pasur Abdullah, Aun edhe Muhammed. Edhe kur I ka pa sa mu ka mërzit shumë. Donë se I ka met jetima, ju ka ndruar jetë baba ku me një luftë që e ka pri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata edhe I kanë pas flok, arabët I kanë pas përmendëm I kanë shlu flok të gjata dhe pejgamberi ka thonë thirrë berberin. Kanë thirrë berberin o ka qetë flok. Ka thonë dietarët që mos të angazhohen tash nana vet me gjëra të cilat nuk e kanë momentin, atëra për mi ngushllua, ka thonë sa I përket të djalit Muhamedit djalit të Jaferit, ka thonë ky I ngjan axhës ton Ebu Talibit. Do babës vet, babës Jaferit. Ka thonë sa I përket Abdullahut, ki ngjan mua edhe në moral, edhe në fizik. Edhe në pamje, edhe në fizik. Kur ka dal nana e vet, edhe u ka mërzit shumë, edhe sigur I ka shpreh disa fjalë se çka ka me bën me këto jetima, tash vetëm në gruaje, ata I ka thënë Muhamedi alayhis salam, el ailet takhafin alehim, do të thonë nanës së fëmijëve të Jaferit, ka thënë a fukarallahu këti tutësha? Ka thënë ndërsa unë jam miku I tyre në dunja e në ahiret, ti tutesh për para,
Ti tutesh për pare, dhe shikoni vëllezër, sot arabët sa pare kanë. Apo sa kanë pare arabët vëllezër? Vëllezër, gjërat më të mira që prodhohen në dunja, një herë çelaj çka e ka zbuluar atje në fabrik, i ditë i prodhim çelët në Arabi. Megjithatë prap musliman nuk janë të parë. A dini pse? Sa ato pare si vendosin ku duhet. Andaj tha alayhi salatu wasalam në shumë kontekste, lal faqra akhsha aleikum. Unë s'ju tuta me fukarallokit për juve. Musliman kanë me pas pare shumë. Se sa vite muslimanët janë të parë naft, lanë ndjekse. Megjithatë ata nuk janë të parë në fein Allahu te bareke ve teala. Andaj tha pejgamberi sa në zvat, tha fukarallokit i tutesha, unë do kam miku i tyre në dunja e në ahiret. Kjo ka qenë privilegji që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam familjes së vet. Edhe me këtë rast e përfundojna nga se ka shumë prej domthon trajtimet për me kushëritë e vet, kur e kanë vrarë Hamzën në luftën e Uhudit, thotë Abu Huraira, u ka shku për mësam të gjenazja, dhe i dini ju gjenazën e Hamzës që i kanë bëhe. Hindi, kër e kanë vëra babën, Utbetu ibn Rabia, baba i Hindit. Ja kanë vëra babën luftën e Bedrit. Edhe ajo mërzit shumë. Edhe ketë altan që i ka pas, ka thanë, ja jap ketë altan që to shka i kam, ketë plot i ka qitë shumë publik, ka thanë, kush ma vret, atë shka ma ka vëra babën. Ka thanë, kush ta ka vëra babën? Ka thonë Hamza. Atëherë Wahshiju, i cili ma vonë e bo musliman, o konë fukara, ka thonë, a më lironi mu e pirobnijës nëse une e baj? Ka thonë po. Atëherë ja ka morë këtë altan, në onë hipotek, nëse une të vras, ti mi ja paltan. Apo? Edhe e ka vra, edhe ja ka coptu trupin. Ka shku me thikë edhe ja ka coptu trupin Hamzës. Apo? Prej mlefi që ja ka pas. Se mlefi kër e ki, këni po njerëzit që thojnë, as në vërës dhe në mesti, apo? Kër i e zlunë si pas traditë dhe njerëzit. Mi po kjo kona Hamza, buri, prej burave të pejgamberit sa më dhe agje i tina. Edhe kur shkon me mësam dhe e shet gjenazën, edhe nalet e gjenazja, gjatë. Edhe mërzitët shumë. Kër e sha agjen e vetë, coptun. A mu shë para me nu? Vllavi i babës. Edhe musliman, të luftu me Muhammed a.s. Edhe nalet edhe i shikon, edhe i thot, rahimek Allah, të më shiroft, Allahu agja jem. Ka thonë, in kun të le wasule lër rahim. Sa shumë e ki majt farifisnijen. A i dini Hamza, transmitohet se kër e ka pranu islamin, e ka pranu o ka në thime, edhe kur ka ardhë në Mekë ka thot dikush, o të anguz dikush Muhammedin, nipin. Ka thonë, kush e të anguzme? Ka thonë Ebu Gjehli. Ebu Gjehli a konë buri madh, ama edhe Hamza a konë buri madh. Edhe ka shku disa flakaresha, edhe ende su konë musliman. Ka thonë, pita është ja musliman. Ja ka një si për i nati, ka një për një me. Apo, kështu është. Adaj, i ka thonë, o a gjarjem, sa shumë i ke majtë lidhet fare fisnjore, i dek të konë. Pasaj i ka thonë, dhe sa shumë e ke dash khajrin. Sa shumë ke bo khajr. Pasaj i ka thonë, mos mu kanë që mërzitët familja jote pasteje, të kisha lanë qështu me të hangër shpendet. E të rinjallësht të zoti në gjuhët e shpendve. Mos mu kanë që mërzitët, para në me la gjenazën për mi, për ditë që ka përcesh, ata me pa. Ka thonë, mos mu mërzit familja jote, të kisha lanë, o familja une edhe familja tjerve, ka thonë të kisha lanë që tu të hajnë shpendët e të rinjallësht të Allahu Gjeli Gjelaluhu me gjuhët e shpendve. Pas e ka thonë, betohem në Allahun, do t'i coptoj 70 për tëre. Betohem në Allahun, do t'i coptoj unë 70 për tëre. Kjo ka qenë prej mërzijës të madhe. Atër ka zbitë Allahu Gjeli ajetin në surën e Nahl, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kur'ani është shumë i çuditshëm. Kjo drejtësia e Zotit. Allahu s'ka emocion, Allahu s'ka. Muhamedi sa më ka, so njeri. Tha 70 kam i coptuar për agjen tem. Atër tha Allahu Gjelluala, e nëse e mirë një hakun e juve, mirë një qatë sa ju kanë bëhë dam, jo me të pruhe. Kujti ka zbit kjo? Muhamedi a.s. Tha nëse e mirë një hakin, me një se ju kanë bëhë. Ka thonë, a nëse bani sabër, ashtë alama e mirë. Qëko? E ka coptu agjen? E dini shka? Qiki njeri që e ka vra Hamzën, ka arte Muhamedi a.s. dhe i ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ka bo musliman. Për nga mësam, ka thonë,
në rregull, ka thonë vesh nëse ki mundësi mos më ndal para fytyrës se ma ngjall ndjenën e haxhës, se e ka dashur haxhën e vet sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pasur shumë prej traditave pejgamberi shpesh i ka marr evlat e Abbasit, e ka thirr Abbasin, edhe ka thirr Aliun, edhe ka bë dua për ta, shpesh ka bë dua për djalin e haxhës vet Abdullah ibn Abbas, ka thonë o Allah, mësoja Kur'anin Abdullah ibn Abbasit, mësoja te'wilin, mësoja interpretimin e saktë Kur'ani. Gjithashtu një ditë për ditë i ka thonë Abbasi, ka thonë ja Rasulullah, mësoma një dua, ka thonë lutë Allahun që Allah me dhon shëndet, lutë Allahun që Allah me trupit shijave, lutë Allahun te bareke ve te që Allah mi të dhon të mirat në dunja edhe në ahiret. Gjithashtu prej traditave të pejgamberit sa ka qenë se kur i ka ndalu haramët, ja ka nis pi familjes vet. Një ditë për ditëve ka thonë çdo kamat e xahiletit është e pezullume. E para prej tyre kamat e Abbasit. Se ka tregtar dhe ka ndonë para me kamat. Ka thënë e para tregti që pezullohet është kamata e haxhës të Abbasit. Dhe këtë gjakët e xhahiletit janë pezullume. S'ka mu hakmar më për xhahilet. Dhe gjaku i parë që pezullohet është gjaku i Iyas ibn Rabi'as ibn al-Harith, djali i haxhës vet, i cili është vrarë padrejtisht, ka thënë se ai është gjak i falë që është i xhahiletit. Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimit të mirë të tij ndaj axhallarëve të vet dhe fisit të vet. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu na bën për atë që i mbajnë lidhjet farefisnore. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelli wala na mundson që ta ndjekim Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në moralin e tij, në karakterin e tij, në sjelljen e tij. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelli wala na mundson që Allahu te bareke ve teala të mbushim ditët e Ramazanit me vepra të mira, na pranon Allahu agjërimit, na pranon taravijat, na pranon namazin e natës. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelli wala na mundson që të jetojmë me Islam, të ndrojmë me Islam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.